ju kolegë të asambleës. Disa nga kërkesat e shtetërorëve, bizneseve të burgjeve po I prezantoj si në vijim, dhe disa shqetësime të mia. Kërkesë që Kuvendi Komunal të nxjerrë një vendim që të lërin nga taksa pagesa për leje ndërtimore të gjithë banorët e Komunës së Kosovës, për aplikojnë për projekte të ndërtimit për shtolla, për bageti, objekte për shpesdari, objekte për ujtjet e konservimit të kurtave dhe perimeve, dhe sera të ndryshme, si në rastin e investimeve vetanoke, po ashtu në rastin e përfitimeve të granteve ose fondeve, qofshin të lokale, qofshin të qeveritare, ose niveleve kombëtare. Këtë praktikë e njëjshin disa komuna të ndryshme, prandaj kërkoj që kjo kërkesë të merret parasysh. Në këtë rast do të bëhet përcim ndryshim rregullores për tarifa dhe gjova. Që mendoj që kjo rregullore në Kuvend është mirë se procedurat për çdo vit, sepse është një rregullore kryesore, edhe këtë praktikë e ndjekin edhe disa komuna të tjera. Prandaj kërkoj që kjo kërkesë ime atë miratohet. Kërkesa tjetër për bujq në kodet e mekanizmit mbështetjes mekanizëm bujqësor, është mirë që banorët që cilët kanë lëp shumësore të mbështeten për me pajisje me laftofres për ujtjet e shumështit, në mënyrë që të përfitojnë nga subvencioni ose nga vendimi I komunës për subvencionet në nivelin qendror, sikur është subvencionimi për secili shumështit, pasi që për dorëzim të shumështit ose për në morë këtë subvencionim duhet të kenë dëshmi që kanë vëzu shumështin në përpika grumbulluese, nëse këta nuk kanë mundësi të ruajnë shumështin përmes këtyne mekanizmit bujqësor, laktofrez, por dhe mekanizm tjetër për mbjellje të lëvëve shumësore, ata nuk mund të bëjnë të përfitojnë nga subvencionet as lokale, as nga vendimi I komunës, as nga nivelin qendror që të po mundësinë e subvencionimit. Kërkesë tjetër e qytetarëve, po edhe imja, është pastrimi I rrugëve dhe trotuare, larja tyre, pasi gjendja është shumë e rëndë dhe kërkohet të merren masa emergjente në mënyrë që të mbrohet shëndeti I qytetarëve të Kosovës. Prandaj në këtë fazë, kërkoj që buxheti paraport për ndërtim të objektit të ndërmarrjes lokale të shfrytëzohet për blerjet makinerisë, autosistemeve për larje dhe mirëmbajtje të rrugëve, pasi gjendja është shumë e rëndë. Të shfrytëzojmë këtë fazë 300 mijë për ndërtim të objektit, kur mund të shikohen mundësi të zgjidhen objekte të publike, kuvende komunale, ose një rast që është I gatshëm objekt që mendoj që mundet me u shqyrtu është objekti Trajnkot SHA e Grulla, që cili është në qytetit, cili mund të merret në qira jo të lartë, të lidhet me ndihmë edhe ndërmarrjes publike qendrore Trajnkot SHA. Mund të shikohet si opsion, pas të faktura me anahime që ky objekt në atë zonë nuk është mirë të ndërtuar, dhe në këtë fazë nuk është mirë të shpenzohet 300 mijë euro për ndërtim të objektit, kur nuk kemi as projekt për atë objekt. Shumë pyetje për qytetarëve pyesin për leje ndërtimore, çka po ndodh në to? A janë sigurt në investimet që kanë bërë? Dhe a janë sigurt të blejnë banesa? Besoj që do të bëni një analizë më e mirë, sepse po flasim për një ndërtime që po aq shumë, do të fokusim të ndërtimin në Kosovë, po edhe vlerë të tyre nga qytetarë të ndryshëm, është por mirë që të bëni një analizë më e madhe, dhe çka nëse këta ndërtimtar ngrisin pa di për kohën e humbur gjatë kësaj kohe, dhe mund të fitojnë edhe ndaj komunës për vendimin e fundit që kanë marrë. Në ndërkohë edhe ta që disa ndërtues janë të ndërhyr po zbuten, këta është mirë me ditë kush u zbot edhe cila ke formula që u zbotet jo, po jo ndërtues. Pyetje tjetër, se s'mora përgjigjet plota vetë pas aprovimit nga qeveria e Republikës së Kosovës për buxhetin e 2024, sa mjetë janë planifikuar për rrugën përgjatë të Kurulës, që po të thumë që është një për projekte kryesore. Është në kohët shpërndësimit, ndërtimit dhe kur të fillohet ky projekt. Kërkesë e rikujtim personale të shkollës, kemi drejtorin e inspektoratit, të parcelat e Britania Hombro nga 28 nëntori, nuk janë marrë asnjë vesh për largimin e atyre garazhave, dhe një objekt tjetër që është
nëse ata që kanë dërguar janë më të fortë se komuna, edhe si autoriteti kryetari, atëherë të paktën bëhet një marrëveshje e përkohshme, që ajo hapësirë të shtrohet në zhavër, të nxeshet, të hiqet objekti që është një objekt i vjetër ato, sepse është një gjendje e keqe. Ndërsa merren mosa për lirim hapësirës përballë asaj hapësire të një kushti, që ndoshta ai nuk ka në mbështetje politike dhe nuk është i fuqishëm, ndërsa për këtë hapësirë, po mund të dikush shumë i fuqishëm në atë pjesë, nëse pse nuk merren mosa në atë hapësirë. Në kohë të investimeve në infrastrukturë, kërkohet që të ndërhyjet në rrugën e Dit Durhan, një rrugë jo shumë e gjatë përballë komunës. Kërkesë që të intervenohet në rrugën Shose Galica, overlogje sistemare, e cila është dëmtuar gjatë punimit në rrugë. Po ashtu në shotin Ragolli, në ulicën adresa Ravnishta, largimi Bedurinave, në rrugën Abdullah Plona, largimi i Dhejut, në Makarot. Kërkesë banohet të rruga Dardania, respektivisht ndërtesa së KIS hyrja 1 dhe 2, Apollonia 27, ndrimi vendeve të kontenierëve, pasi paraqet rrezik për ata banorë në strekon dhe një zjarë, sepse është në plato të objektit. Kërkesë në shtetore që të ketë ekspozim projekt në rrugën Dardania, që është e drejtë ligjore, të shohim projektin dhe të kemi një përgjigje si kur të mundojnë këto punime dhe të ketë një inspektim më të madh për këto punime. Të paktën pastruohet rruga, her pas here të lagët rruga, sepse gjendja është shumë e keqe për bizneset dhe pushtetarë. Kërkesë tjetër për detyrimin e inspektoratit është të bëjmë një kontrollim i objekteve banesorëve publike, po edhe këtyre banesorëve kolektive për aparate kundërzjarë. Pasi pas pranimit teknik, këto objekte duhet të kenë aparatet kundërzjarrit, duhet të kenë gypat për të qenë kyçen e hidrante, po duhet të kenë edhe pjesën e sinalizimit të zjarrit. Në shumë objekte, ndoshta shumicën e tyre nuk ka aparate kundërzjarrit. Jo, sepse kërkohet edhe me ligjin për mbrojtje kundërzjarrit, prandaj është mirë të inspektohen, po flasim për jetën e qytetarëve, po flasim për pronën. Një rast të tillë që po të objektin tonë, ku një banesë ka përfshi prej zjarrit dhe ne si banor nuk kishim asnjë aparat kundër zjarrit në objektin tonë. Ato kanë qenë gjatë kohës kur po pranimi teknik, sikur këtu aparatet kundër zjarrit janë ty u lëviz nga një objekt tjetër të njëjtat pajisje. Po është mirë kur të bëhet inspektim, kur të bëhet pranimi teknik, merret numra serik të këtyre aparateve në mënyrë që mos të përdoren për të mbrojtur jeta e qytetarëve. Kërkesë tjetër është edhe procesi të legalizimit, mëne që në këtë kodër, po shumë qytetarë që pyesin për to, është mirë që të punohet më shumë në këtë drejtim, të bëhet azhurimi të dhonave në faqe, pasi prej vitit 2024 nuk ishte azhurim të dhonave, të ruhen kapitali i qytetarëve, sepse është i bllokuar. Është premtuar për qytetarët që do të ketë transparencë në shpenzime. Nuk është kujtoj këtu, por nuk po shoh që ka transparencë. Këtu janë disa nga kërkesat. Faleminderit shumë.